edhe si profesioniste, unë kam diasporën ka punuar, disa herë ka bërë kongresi diasporës, 1-shi, 2-shi, 3-shi. Kanë ardhur, kanë bërë kongrese, kanë bajtur fjalime të bukura dhe kanë ikur. Nuk ka pasur asnjë kontribut real në Shqipëri që të vinë të rinjt dhe të investojnë. Pse ai ka bërë edhe panajër punë në Athinë? Po, sigurisht që ka bërë panajër, po panajëret pikërisht këtë kanë, pjesën e shfaqjes të teatrit dhe nuk kanë më pas asnjë gjë konkrete. Të dhënat e Bergjet tregojnë që nëse 23% e të rinjve të arsimor me shkollë të lartë janë larguar, vetëm 2 deri në 3% e këtyre janë kthyer. Pra, këto janë shifra dhe nuk na mbetet ne veç se të themi çfarë kanë shifra politike këto. Po mirë, një sekond, mos po e bëni alarmante më shumë se ç'duhet, çfarë dëmi jep po ikja e trurit një vendi? Çfarë dëmi jep? Alarmante për mua është më shumë se alarmante. Veshja është zakonisht e rëndë për një shtet dhe për një popull, aq më tepër për një popull numerikisht të vogël. Ne jemi një popull numerikisht i vogël, nuk kemi as Gjermania, as Franca dhe as Italia. Patru komandohet më lehtë. Po, pikërisht, një popull patru është shumë më thjesht i mbajtur nën kontroll, është shumë më thjesht i manipulueshëm, është shumë më lehtë i shtypur dhe i poshtëruar. Po mirë, po nuk është keq se nuk janë po aq njerëz që të votojnë pastaj. Të gjitha janë të lidhur, Ornela, janë të gjitha të lidhura zinxhir dhe 151 dhe ju po thoni argumenta dhe jemi në një linjë jo vetëm në kuptimin numerik të fjalës, por në atë çka e pret këtë komp në të ardhmen. Që do të thotë, neve na pret, unë shikoj të ardhmen me këtë ritme, zhbërje, ne jemi drejt shpërbërjes. Jo thjesht numerike. Ne na mungon perspektiva kombëtare, nuk kemi të rinj, nuk kemi fëmijë më. Auditorët e universiteteve janë bosh. Po janë bosh, shkoni në universitetet rajonale të qyteteve të ndryshme, me histori të jashtëzakonshme dhe me traditë arsimore, po them vetëm Elbasanin, por edhe qytetet të tjera, dhe ju do të kuptoni që nuk ka më universitet, nuk ka dije. Dhe një kom pa dije, çfarë thotë, çfarë është? Asgjë, nuk ka të ardhme, nuk ka asnjë pikë të veten të rëndesës. Ne sot jemi në të njëjtin grup shtetesh me Taçikistanin dhe me autoritetin palestinez. Me vende që kanë qenë në luftë, edhe me Kosovën. Kosova ka emigracion pak më të lartë se neve. Ata kanë pasur emigracion e më herët. Ka pasur, po, e kanë pasur të shumë të hershëm, por kanë kaluar dhe luftë. Po kështu Palestina, dhe ne jemi pikërisht me këtë grup vendesh, për të cilët edhe sipas ekspertëve të Bergjet, këtu është një luftë e heshtur anti-dije, anti-universitet, paga të ulta, poshtërim, shtypje e të drejtës së çdo personi për të kërkuar të drejtat e veta themelore. Praktikisht është mëkesë në komunizëm. Mungesë e lirisë së shprehjes. Po kështu mungesë e kushteve për të pasur inovacion. Punësime të kontrolluara, të gjitha janë të politizuar dhe të kontrolluar. Këtu jetojmë dhe e dim. Dhe ti mund të kesh mbaruar jashtë, po ti nuk je servilja e partisë, nuk je patronazhiste, ti do të rrish në listët e pritjeve, do të jesh pa punë. Dhe çfarë do të bësh? Do detyrohesh edhe pa dashje të shkosh, pa dëshirën tënde, pra të shkosh përsëri në emigracion dhe të punësosh atje. Çfarë janë pagat e ulta? E mbajnë të popull, shiko dhe mbyll 15 ditëshin dhe muajin krejt si në mendësinë që kemi pasur prindrit tanë para viteve 90,